shpreh ngushëllimet e mia të gjithë familjes dhe të afërmve të profesorit. Dhe nga ana tjetër të falenderoj në amikun që ndau zëmërgjërsisht këtë përgjegjësi për të folur për profesorin, gjë që e prita me shumë lehtësim sepse isha në pamundësinë e plotë për të përgatitur një fjalë siç do duhej të përgatitej një student përpara profesorit. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe. Është ende më rëndësishme në këndvështrimin tim është kujtimi që ai lë mbrapa. Besoj që me zë ose pa zë gjithsekush që e ka njohur e kujton dhe ta kujtoj si një burr të mirë, si një burr të ndershëm, si një burr të mençur dhe mbi të gjitha si një burr babaxhan. Kështu uroj ta kujtojnë gjithmonë jo vetëm djemt, por edhe mbesat, niprit dhe të gjithë të afërmit e tjerë, duke shprehur me dhimbje edhe urimin që të prehet i qetë në paqe, siç e ka merituar me jetën dhe me kujtimin që lë mbrapa.